Dërma, kjo është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Partia Socialiste feston sot 26 vjetorin e themelimit. Fatos Nano uron që në 25 qershor të garantohet rilindja pa deformimet e pseudo-aleancave. Bashën e surprizojnë me tort në fushat. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës shpreh shqetësim se ka përpjekje për ta dobësuar reformën në drejtësi. Kërkon nga kushtetuesja shqyrtim sa më transparent të ligjit vettingut. Kryeministri Edi Rama i cilëson revolucion nga populli fitoren e zgjedhjeve me 71 vota për Lulzim Bashën. Debati për timonin tregon se nuk e kanë mendjen tek problemet e vendit. Koalicioni Ramush-Haradinaj fiton zgjedhjet në Kosovë, por nuk ka votat mjaftueshme për qeverinë. Bashkimi Evropian kërkon formimin e shpejtë qeverisë, sfidë jo e lehtë. Presidenti Bujani Shani ka organizuar një pritje për trupin diplomatik. Sipas tij, disa ambasador nuk janë emëruar pasi kanë mbetur peng i interesave meskine. Do të shkojmë në këtë momente drejt për drejt me takimin e kryeministrit Edi Rama jashtë ambienteve të Partisë Socialiste me rastin e 26 vjetorit themelimit. Nga një fazë në një fazë tjetër të historisë sonë politike. Unë jam i bindur që ne jemi gati dhe le të bëjmë gjithçka në çdo orë dhe në çdo ditë që sa më shumë shqiptarë ta kuptojnë që ne jemi gati. Shumë faleminderit. Edhe ndoshta nuk është e parëndësishme të thuhet në fund se është hera e parë që festojmë ditëlindjen e Partisë Socialiste dhe ditëlindjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Shumë faleminderit. Ka qenë kjo pra, të nderuar miq, fjala e kryeministrit Edi Rama mbajtur me rastin e 26 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste. Ka bërë batutat e radhës kryeministri, siç i ka karakterizuar në fakt kjo fushat, ku pasi sot edhe kreu i opozitës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ka festuar ditëlindjen e tij të 43 në një ditë pra me ditëlindjen e Partisë Socialiste. Janë këto pamje të drejtë për drejta që vijnë nga festa e organizuar jashtë ambienteve të selisë Partisë Socialiste. Ka qenë i ftuar në fakt në këtë event edhe Alin Kosova nga Partia Demokratike. Kryeministri Rama në këtë moment po përshëndetet me gjithë mbështetësit, një pjesë të atyre pra që janë të pranishëm në këtë aktivitet, të cilët e mbështesin jo vetëm për shkak të fakti që është kryeministri, por edhe për shkak të fushatës. Pra kanë shumë arsye që janë mbledhur aty mbështetësit e kryeministrit Rama dhe të Partisë Socialiste. Kryeministri Rama gjatë gjithë kësaj fushate të paktën deri në këto momente në kryefjalë të tij ka pasur 71 mandatet në këtë proces të zgjedhjeve që mbahet në 25 qershor. Kërkon të qeverisë i vetëm në 4 vitet e ardhshme, siç thot ai, për të mbajtur të gjitha premtimet e bëra jo vetëm gjatë kësaj fushate, por edhe ato të paralizuara gjatë 4 viteve të shkuara. Situatë e cila në fakt merr edhe vëmendjen e kundërshtarit e tij Lulzim Basha, i cili deklaron se Rama është fokusuar vetëm tek timoni i tij, pra siç ka marrë edhe një kuptim pejorativ kërkesa apo ambicia e zotit Rama për qeverisur i vetëm në 4 vitet e ardhshme. Është interesant fakti që edhe zoti Nano, në fakt, ish lider i Partisë Socialiste, ka uruar partinë në këtë 26 vjetor të saj, ku gjithashtu edhe ka uruar një fitore të saj, siç ka quajtur ai, një fitore pa pseudo aleancat. Partia Socialiste pra ka festuar sot 26 vjetorin e themelimit dhe siç thash, ndër të tjerë ka qenë edhe ish kryetari i kësaj partie Fatos Nano, i cili ka dhënë mesazhin e tij. Ndër të tjera ai shpreh se ka bindjen se fitoria e Partisë Socialiste të Shqipërisë në zgjedhjet e 25 qershorit do të garantojë rilindjen e pakthyeeshme të Shqipërisë europiane, pa deformimet e pseudo aleancave të deridjeshme. Ky është destini dhe destinacioni ynë i përbashkët. Prandaj kam shumë besim se çdo shqiptar i arsyeshëm do të vendosë që në këtë udhkryq historik timonin e qeverisë së këtij vendi t'ia besoj në duart tona, shpreh Nano në urimin e bërë.
Dhe kemi gjithashtu kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka festuar 43 vjetorin e lindjes së tij, ndërsa banorët e njësisë 7 në kryeqytet e kanë pritur dhe uruar me një tortë të mbushur me simbolet e fushatës. Krahas falënderimeve, Basha kishte batuta kur tha se nga torta do të marrin vetëm fëmijët dhe qytetarët. Politikanët nuk kanë punë, janë të Republikës së Vjetër. Në mesin e fushatës elektorale dhe kur fushata është mjaft intensive, në 12 qershor kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha feston ditën e lindjes. Tortën e parë të mbushur me simbolet e fushatës Partisë Demokratike, bashkë me shumë urime kryetari i opozitës i mori në njësinë 7 në kryeqytet. Edhe një herë tortën për fëmijët dhe qytetarët. Nuk kanë të ndalur përplasjet në distancë mes dy partive që qeverisën bashkë që prej vitit 2013. Edi Rama u tha banorëve të Reçit në Malsinë e Madhe se ishte i detyruar të plotësonte tekat e LSI-s për drejtori dhe punonjës në administratë përballë kërcënimit me votë të reformave. Ndërkohë, në Fushë Krujë, kreu socialistëve tha se 4 vitet e ardhshme do të jenë vitet e kthesës së ekonomisë. Edi Rama vjoj me akuzat nga LSI-s ku nga Reçi Malsisë Madhe tha se kërcënonte me mosvotimin e reformave në rast se nuk i jepeshin drejtoritë që kërkonte. Ai tha se ishte detyruar t'i pranonte për shkak të rëndësisë së reformave. Unë nuk e kuptoj pse dalin mbrojeni. Unë as nuk i kam përmend me emra. Unë i kam provuar kurris. Vot për një reformë shumë të rëndësishme, të vjen tjetri thot du këto 3 drejtori këtu, s'm ke dhënë 2 drejtori atje. S'më dhe 10 pastruse më burë, 10 pastruse të kam kërku. Duke folur për reformën në drejtësi, Rama nuk nguroi t'i quaj banda dhe kriminal Unionin e Gjyqtarëve dhe Shoqatën e Gjyqtarëve, të cilët kanë ankimuar në kushtetuese 3 nene të ligjit të vettingut. Si skutha, ne kishim hallin e si të nxjerrim lulin nga çadra, këta me vrap si skutha, ke gjykata kushtetuese pam depozituar ankesën për ta bllokuar vettingun. A e kuptoni tani? Apo si kuptoni? E kuptoni çfarë bande? Çfarë bande? Ore, edhe fjala kriminale nuk është e plot. Nuk është e plot, se këta janë më keq. Se kriminalet janë kriminal, kurse këta janë ata që duhet i kapin kriminalet. Është më keq. Rama uroi edhe Lulzim Bashën për ditëlindje. Më falë se ka ditëlindjen sot. Ka ditëlindjen sot. Dhe s'kam pas mundësi Lulzim edhe 100 edhe i paq të 100 vitet e ardhshme në gjumin më të ëmbël që dëshiron dhe sinqerisht shëndet dhe mbarësi për familjen dhe për fëmijët. Ndërkohë, në një tjetër takim me banorët e Fushë Krujës, kreu i qeverisë u ndal më shumë tek premtimet, duke thënë se rritja ekonomike në 4 vitet e ardhshme do të jetë 5%. Në Fier, Lulzim Basha e njoh qytetarët me programin elektoral me cilin synon të fitojë zgjedhjet. Ai premtoi ndryshimin e sistemit politik dhe zhvillimin e ekonomisë. Basha akuzoi partitë politike për pazare dhe ndarje të pushtetit mes tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha paraqiti planin ekonomik para qytetarëve të Libofshës, ndërsa tha se është një plan konkret i zbatueshëm që do të ndezë dhe vërë në lëvizje ekonominë shqiptare, do të krijojë vende pune dhe sigurojë mirëqenie për qytetarët. Vetëm me uljen e TVSH-s në xhepat e konsumatorit mbeten 400 milionë euro. Me uljen e taksave dhe taksën e shesh 9%, me uljen e çmimit naftës, me eliminimin e taksës Rama 240 lekë për litër, me uljen e çmimit të energjisë, ne krijojmë një ambient favorshëm për biznesin, për sipërmarrjen dhe për fermerët. Rrisim fuqinë blerëse. Vetëm me TVSH-n e rrisim fuqinë blerëse me 400 milionë euro në vit. Lulzim Basha u tha banorëve se Edi Rama jo vetëm nuk mbajti asnjë premtim, por nuk bëri asnjë përpjekje dhe që ditën e parë në pushtet zgjodhi prioritetet të tjera, jo interesat e hallet të qytetarëve. Basha tha se vetëm shfaqja me fishek zjarre tek sheshi Skënderbej ka kushtuar 100.000 euro, ndërkohë që parat, tha ai, duhet të shkonin si mbështetje për qytetarët. Ju premtoj naftën pa akcizë apo jo? Ju premtoj subvencione. Ju premtoj vaditje, kullim, lehtësim për inputet bujqësore, për plerat. Kishte mundësi t'i bënte? 4 vite ka harxuar 16 miliardë euro buxhet. Rilindja urbane 400 milionë euro. 16 milion euro ka kushtuar sheshi. Fishek zjarret kanë kushtuar midis 200 dhe 400.000 euro sipas ekspertëve. Sa familje do kishin marrë ndihmë ekonomike?
Sa pensione do ishin rritur për një vit, në qoftë se këto para nuk do kishin shkuar për fishek zjarret e lalierit. Fshati dhe fermerët janë të përjashtuarit e mëdhenj të Republikës së Vjetër, tha kryetari i opozitës Lulzim Basha. Lëvizja Socialiste për Integrimi është përgjigjur me akuzat të ashpra deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili ka përdorur edhe shprehjet shtypin i shushunjat. Nënkryetari i LSI-s sfidoi Ramën kur e ftoi të përballet dhe të nxjerrin përgjegjësit për problemet në qeverisje. Dy forcat politike bashkëqeverisës e Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë shpërthyer në akuzat e ashpra për njëra tjetrën. Luan Rama ju përgjigj deklaratave të kryeministrit se LSI është shushunjë që duhet shtypur me votë në 25 qershor, duke theksuar se sistemi është i korruptuar dhe i kriminalizuar, pasi në krye të tij ka qenë Edi Rama. Po, sistemi është i inkriminuar sepse në krye të këtij sistemi për 4 vjet ka qenë kryetari i Rilindjes. Kjo është e vërteta. E vërteta lakuriq në sytë e qytetarëve, e vërteta lakuriq në sytë e popullit. LSI tha Luan Rama nuk është bërë pengesë për asnjë reformë, ndërsa tha se marrëveshja është ngritur mbi parime dhe jo për tepsi dhe timon. Nuk do t'i bënte dot pa ne. Dhe po ta linim t'i bënte siç e kishte ai iden, do t'ishin de reforma, sepse në fakt ai nuk është për reforma, është për Rama reforma, që reformat të kenë konturet e idesë apo të mendimit të tij. Gënjen. Le të thot një rast të vetëm, ku është kushtëzuar vota në parlament me pazare tepsi apo pazare timoni. Një rast të vetëm, le të thot. Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim ftoi kryeministrin të përballet për të gjetur fajtorët për problemet e gjatë qeverisjes 4-vjeçare. Ne jemi të hapur nga sot deri në datën 24 qershor, pra një ditë përpara zgjedhjeve, kur të doj kryetari i Rilindjes apo kryetari i Rilindjes bashkë me zëdhënësin e tij të ri Lulin, të vinë, të ulemi ballë për ballë dhe t'ju tregojmë shqiptarëve ku janë shushunjat dhe ku janë ata që komandojnë shushunjat. Ndaj akuzave reagoi ish-ministri i Brendshëm Samir Tahiri duke theksuar se Luan Rama lexoi një flet rrufe, flak e zjarr kundër Partisë Socialiste dhe Edi Ramës në emër të asaj që ai e quan Lëvizje Socialiste për Interes. Se çfarë kërkon akoma Ilir Meta dhe partia e tij familjare nga Partia Socialiste që e lau, e shplau, e thau dhe e kurosi, e bëri dhe kryetar shteti, këtë nuk ka njeri të arsyeshëm që e shpjegon dot, shkruan Samir Tahiri, ndërsa thekson se LSI e meriton plotësisht të shkarkohet nga çdo përgjegjësi qeverisëse dhe këtë thot ai duhet ta bëjë populli më 25 qershor. Shpëtimi Drizi garantoi mbështetësit në Vlorë se PDU do të bëjë aleancë me atë mazhorancë që ka në programin e saj çështjen e shqiptarëve të Çamërisë. PDU pretendon të marrë 2 mandate në qarkun e Vlorës, ndërsa në zgjedhjet e 2013-s ka marrë 1 mandat. Nga Vlora gjatë një takimi elektoral, kryetari PDU-s Shpëtimi Drizi përsëriti qëndrimin se do të bëjë aleancë me ato parti që mbështet çështjen Çame. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të jetë pjesë e maggjorancës. E asaj maggjorancë që çështjen patriotike kombëtare, çështjen e dinjitetit kombëtar, çështjen e shqiptarëve të Çamërisë do ta bëj pjesë programit të saj. Vetëm ata do jemi. Ndryshe do ta kemi mokollaj në parlamentin e Shqipërisë, të ngrihemi çdo ditë, në çdo seancë, e të kërkojmë drejtësi për çështjen e shqiptarëve të Çamërisë. Shpëtimi Drizi shpreu bindjen se PDU-ja do të marrë 2 deputet në qarkun e Vlorës. Në këtë qark kandidojnë Tahir Muedini dhe Ariol Shero. Kryetari i Partisë Republikane Fatimir Mediu u takua me banorët e zonës së Bërxullës në kryeqytet, të cilëve u prezantoi programin qeverisës së demokratëve. Mediu përsëriti premtimet për rritje pensionesh dhe ulje taksash. Kryetari i Partisë Republikane Fatimir Mediu zhvilloi një takim elektoral me banorët e Bërxullit në Tiranë, teksa ka kërkuar votën për Partinë Demokratike. Mediu prezantoi planin ekonomik për taksën e sheshtë, rritjen e pensioneve dhe vende të reja pune. Ne kemi përcaktuar një program qeverisës me ekspertizën më të mirë nga Gjermania, nga zyra e kancelares Merkel, e cili përcakton një plan të zhvillimit ekonomik të këtij vendi. Ne duhet vendosim taksën e sheshtë, që është 9%. 9% taksë e sheshtë. Pavarësisht se ç'lloj biznesi je, i vogël i madh, 9% do të paguash. Dhe kjo garanton një zhvillim ekonomik, një mundësi për investimet tuaja. Mediu rikujtoi se ekonomia e vendit u shkatrua si pasojë e korrupsionit të lartë, që sipas tij kap shifrën 2.8 miliard lekë. Ben Blushi, kryetari Libras, ka ofruar mbështetje për statusin e minatorit në parlament dhe mbështetje për sindikatat në takimin e tij me banorët e Bulqizës. Blushi denoncoi politikat e shkatërimit të minjerave dhe premtoi rishikim të tyre.
Libra ka prezantuar programin e saj me simpatizant, antar dhe minator të Bulqizës. Në takimin e zhvilluar, kryetari Ben Blushi premtoi rishikim të gjithë politikave, duke garantuar votën e sigurt të Libras në parlament për statusin e minatorit. 10.000 minatorë prej 40 vjetësh të paktën nuk zojnë më asnjë të drejtë. Slavrohen krushte çnjerëzore edhe mizore, jo vetëm nga ata që ju vjedhin kromin, edhe ju vjedhin mineralet, edhe ju vjedhin shëndetin, edhe ju vjedhin shkollat, edhe ju vjedhin spitalet, ju vjedhin ushqimin nëpër kopshte, nëpër çerdhe, po ju vjedhin pasurinë më të madhe që është kromi, me cilën gjithë Shqipëria dikur ushqej me bukë. Kryetari Blushi denoncoi politikat e shkatrimit të minjerave dhe varfërimit të banorëve të Bulqizës. Dy punonjës të OSHE dhe 2 drejtor burgjesh janë të shkarkuarit të radhës për pjesëmarrje në fushat elektorale duke braktisur detyrën e shtetit, ndërsa kërkesë për lirim nga detyra është bërë edhe për sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit për shkelje të rënda ligjore në procesin e maturës shtetërore. Administratori operatori të shpërndarjes së energjisë elektrike, Hakim Mustafa, ka urdhëruar pezullimin e 2 punonjësve të kompanisë për pjesëmarrje në fushatën elektorale. Bukurosh Maçi me detyrë drejtori drejtorisë rajonale i operatorit të shpërndarjes së energjisë në Elbasan dhe Nduje Nikolli me detyrë shefi i agjencisë OSHE-s në Puk janë shkarkuar sipas shpjegimit zyrtar të administratorit Mustafa në zbatim të kodit të punës dhe vendimit të Këshillit të Ministrave të 1 qershor 2017. Menjëherë është bërë edhe zëvendësimi i tyre me drejtuesit e Rinku në Elbasan, është emëruar Alfred Mitro dhe në Puk Admir Uruçi. Një tjetër shkarkim që nuk ka lidhje me zgjedhjet apo pjesëmarrje në fushat ka bërë edhe Ministri i Arsimit Mirela Karabina. Ministrja ka kërkuar lirimin nga funksioni të sekretarit përgjithshëm Plaren Dreca, pasi sipas ministres ka bërë shkelje të rënda që cënojnë procesin e maturës shtetërore. Ministre e Arsimit dhe Sportit Mirela Karabina ka depozituar sot në prokurorinë e përgjithshme dhe në prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë kallëzimin penal për shtetasin Plarent Ndreca, sekretari i përgjithshëm pranë kësaj ministrie për shkelje të rëndë ligjore të kryera jashtë kompetencave të funksionit të tij, që cënojnë veprimtarinë e ministrisë gjatë procesit të maturës shtetërore 2017, si dhe detyrimeve ligjore të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 473, datë 1/6/2017. Ministri i Drejtësisë ka vijuar me shkarkime nga detyra këtë herë për 2 drejtor burgjesh në Fushkruj dhe në Vlorë me motivacionin për braktisje nga puna dhe për keq menaxhim të sigurisë, pasi ka lejuar futjen në vendin e vuajtjes së dënimit të sendeve të ndaluara, po kështu ministri ka bërë dhe emërimet e reja në disa vende të ruajtjes së dënimit, ku drejtuesit të cilëve i ka shkarkuar javën e kaluar. Kthimin e detyris sekretares përgjithshme ka sjellë përplasjen me policinë në Ministrinë e Drejtësisë. Ministri Teknik Gazmend Bardhi ka kërkuar ndihmën e forcave të rendit për të mos lejuar futjen në institucion të Juliana Hoxhaj, e cila ka tentuar 2 herë të kthehet në detyrë. Përplasja ka ardhur pas vendimit të DAP, ku vendimi për shkarkimin e Hoxhës u quajt nul. Ministri Teknik i Drejtësisë Gazmend Bardhi është përplasur me sekretaren e përgjithshme të pezulluar prej tij nga detyra, Juliana Hoxhaj. Kjo e fundit është shpenguar të hyjë në zyrën e saj brenda mjediseve të ministrisë, edhe pas vendimit të Departamentit të Administratës Publike, që bën nul vendimin e ministrit Bardhi. Ministri i ka kërkuar Hoxhës që të rikthehet në detyrë pas datës 25 qershor, pasi emri i saj është përfshirë në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Me gjithë tensionin e krijuar, Hoxha nuk ka pranuar të largohet nga ambientet e ministrisë. Për këtë arsye, drejtues të ministrisë kanë njoftuar uniformat blu që ta nxjerrin jashtë, por edhe pse policia u paraqit në ministri, Hoxha vazhdoi të qëndrojë aty derisa pas 3 orësh ajo ka arritur të futet në zyrën e saj. Të kontaktuar nga Ora News, zyra e shtypit pranë Ministrisë së Drejtësisë tha se nuk ka një qëndrim për incidentin, ndërkohë që Hoxha tha se do të shprehej nëpërmjet një njoftimi për mediat. Konflikti Bardhi-Hoxha nisi pas kërkesës së ministrit që ajo të pezullojë nga detyra me pretendimin se kandidon për deputete dhe është e përfshirë në fushat zgjedhore. Pas kësaj, Hoxha i deklaroi se ka dhënë dorëheqjen nga kandidimi dhe për këtë arsye këtë të hënë është paraqitur si çdo ditë në punë. Urdhri i Bardhit është hedhur poshtë edhe nga Departamenti i Administratës Publike, duke cilësuar vendimin e ministrit si tejkalim kompetencash. Por ministri teknik i drejtësisë ka deklaruar se nuk do ta njohë autoritetin e DAP-it, duke lënë në fuqi vendimin e pezullimit të sekretares Juliana Hoxha.
Në një kohë kur 3 nene të ligjit vettingut janë ankimuar nga Unioni i Gjyqtarëve dhe Shoqata e Gjyqtarëve, Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka shprehur shqetësim se ka përpjekje për ta dobësuar këtë reformë. Në një reagim për mediat, Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga kushtetuesja shqyrtim sa më transparent të ligjit vettingut. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ngre alarmin se ka përpjekje për të dobësuar reformën në sistemin e drejtësisë. Në një reagim për mediat, ambasada shpreh shqetësimin se këto përpjekje kanë për qëllim të mbrojnë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Ambasada e SBA përkra deklaratat në mbështetje të reformës në drejtësi nga udhëheqësit e 3 partive politike më të mëdha në vend. Ata kanë të drejtë kur thonë se reforma në drejtësi do të ecë përpara, por populli shqiptar duhet të shqetësohet nga përpjekjet për të dobësuar reformën, për të mbrojtur gjykatës dhe prokurorë të korruptuar, përfshirë ata që kanë lidhje me krimin e organizuar. Vettingu duhet të jetë i fortë dhe kuptim plot, sepse elementet kryesorë antikorrupsion të reformës, përfshirë SPAK-un dhe BKH-n, varen nga gjykatës dhe prokurorë të ndershëm. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka apeluar gjykatën kushtetuese që të shqyrtojë me transparencë ligjin e vettingut, 3 nenet e të cilit janë ankimuar nga Unioni dhe Shoqata e Gjyqtarëve. Ne nxisim gjykatën kushtetuese që të shqyrtojë ankesat në mënyrë të hapur dhe transparente duke u mbështetur në rekomandimet e Komisionit të Venecias. Ne përgëzojmë qytetarët shqiptar, shoqërinë civile dhe median e pavarur që vazhdojnë të jenë sy hapur që njerëzit e korruptuar të mos u avjedhin demokracinë e tyre. Që prej fillimit e deri në këtë fazë, reforma në drejtësi ka marrë mbështetje të pakushtëzuar nga ambasadori Donald Lu. Kur ka mbetur edhe një muaj për të lënë detyrën, presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bujar Nishani, ka organizuar një pritje me trupin diplomatik të akredituar në Tiranë. Duke folur për mungesën e emërimit në disa përfaqësia, i ka theksuar se Shqipëria ka mbetur fatkeqësisht peng i interesave meskine. Gjatë mandatit tim presidencial, i kam kushtuar një vëmendje shumë të veçantë marrëdhënieve të Shqipërisë me vendet fqinje të rajonit të Europës juglindore. Por, edhe atyre me organizatat europiane dhe ndërkombëtare, në funksion të politikës jashtme të fqinjësisë mirë dhe të orientimit europian edhe euroatlantik të vendit. Të nderuar të pranishëm. Vizita ime e parë dhe e fundit shtetërore gjatë mandatit presidencial ka qenë në Kosovë. E paharrueshme për mua si president, si për nga përmasat, edhe nga mesazhet e dhëna, ishte mundësia për të mirëpritur në Tiranë Papa Francesco, por edhe vizita ime në Vatikan, në kuadrin e shenjtërimit Nën Terezës, sot Shën Tereza e Kalkutës, do mbetet e pashlyeshme në kujtesën time. Me gjithë vullnetin edhe dëshirën time, Shqipëria ka mbetur fatkeqësisht peng i interesave meskine deri diku dhe ende e pa përfaqësuar në nivel ambasadori në selinë e shenjtë në Vatikan, në OSBE dhe në Këshillin e Europës. 3 seli shumë të rëndësishme për Shqipërinë. I kam siguruar drejtuesit dhe përfaqësuesit e këtyre selive se mungesa e përfaqësimit në rang ambasadori nuk lidhet as pak me një qëndrim politik të Shqipërisë ndaj tyre, por thjesht me aspekte të brendshme institucionale të shqiptarisë. Kënaqësi e veçantë që pata në bashkëpunim me ju dhe njëkohësisht ju falenderoj për pranimin tuaj sonde. Faleminderit.